Duke qenë se sot është fundjavë dhe dita është me diell, vendosëm që të shkojmë dhe të kalojmë fundjavën jashtë Tiranës dhe të ham një drek peshku. Si mendoni, këto dy burrat do të na dalin për të konsumuar një drek peshku jashtë Tiranës? Më ndiq për detajet. U nisëm nga Tirana rreth orës 11 dhe rruga ishte me trafik të rënduar. Ndryshua mendje, nuk do ikim për drek, do ikim për dark me këtë trafik që është. Nejse, trafiku nuk ishte vetëm në afërsitë të Tiranës, por na shoqëroi deri në Durrës. Për të evituar dyndjen në restorantet që janë Buzdetit, vendosëm të shkojmë në Kavaj, tek Poçeria e vjetër. Nuk është hera parë që shkojmë aty, na ka pëlqyer edhe herën e parë dhe menduam ta provojmë përsëri. Ja ku mbërritëm pas 2 orësh, edhe pse jemi vetëm 60 km larg kryeqytetit, por ju thash që trafiku bën të vetën. Ambienti këtu është shumë i bukur, më pëlqen shumë stili i arredimit si nga jashtë edhe nga brenda restorantit. Madje, nga pas kanë edhe një kopësht me kafshë dhe shpend të vogla, si dhe një hapësirë të dedikuar për fëmijët. Pjesën e brendshme të ambientit do t'ua tregoj pas dreke, kështu që ndiqeni videon deri në fund. Shërbimi ishte shumë i mirë, nuk kishte shumë njerëz, edhe pse këtu gatimi është fantastik. Ne sot ishim 4 persona dhe porositëm 2,5 litri verë, një Red Bull, një lëng frutash, ujë, sallatë, makarona për djalin dhe patate, 2 fritura mikse, një kallamar zgare, një linguini me fruta deti dhe një koc zgare. Çka ke porositë, Denis? Fritura, E tjetër? kalamari. Ushqimi shumë i mirë, edhe shërbimi shumë i mirë, vetëm se i sollën pjatat shpejt e shpejt. Ha dhe ik. Ja që këto 2 burrat mjaftojnë vetëm për të paguar një drek peshku, ndërsa karburanti dhe shpenzimet tjera si kafet apo ku di unë nuk dalin. Gjithsesi ishte shumë këndshëm. Ndërsa tani është momenti t'ju tregoj ambientin e brendshëm përpara se të largohemi. Është një hapësirë që mund ta shijoni edhe në dimër apo në ditët e ftohta, një ndërthurje shumë e bukur ku mund të gjeje pakës trashëgimi të së shkuarës sonë. Sëndyk, si i thon nga anët tuaja.
Ndërsa te kjo tavolina këtu të duket vetja si aristokrat. Ky ishte edhe sugjerimi im për fundjavën, ndaj ju ftoj ta shpërndani këtë video, të bëni like dhe subscribe nëse videot e mia ju pëlqejnë.